Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Tema sonte quhet Evropiani Euro 2016, nëse është i Evropës apo i Europës kampionati, ka kush je përgjigje këtyre dilemave. Ajo që sonte do të flasim është çka paraqet kjo ngjarje në aspektin sportiv dhe jo vetëm, kuptohet 24 reprezentacione, një prej tyre është edhe Shqipëria. Do të flasim rreth karakteristikave të këtij kampionati dhe çka të presim për një muaj futboll cilësor, futboll kulmor në ngjarjen që fillon nesër. Do të prezantoj mysafirën, do të majtën time kom redaksin time të preferuar. Fillimisht do të prezantoj Agim Binakun, redaktorin e sportit. Mirëmbrëma. Do të majtën time është edhe Bajram Shala, kolegu nga redaksia e sportit. Përshëndetje. Përshëndetje. Në djatën time fillimisht do të prezantoj Artur Shalën nga Supersporti. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe nga të përhershmit Halil Matoshin. Halil, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Në cilësinë e tifozit të Zvicrës, a? Patjetër. Disa prej fakteve dhe shifrave të këtij kampionati përmendën në storin hyrëse, për tjera do të flasim kur të kthehemi në studio. Kampionati evropian është tem, po do ta nisim me kampionatin botror të 2018-s për shkak se u konfirmu para pak çastesh që dihet grupi i Kosovës, do të garojmë në grupin I pritur të cilit u spekulum, cilin grup do t'jemi. Ija, komenti mbi këtë lek. Ija në brenda I ka 4 kombëtare cilat tani do të paraqiten edhe në Evropianin e Francës. 4 kombëtare të cilat sigurisht se synojnë edhe kuotë të lartë, plasman të lartë në Francë, dhe kësaj rastisi që Kosova të luan me to. Mendoj se është një prej grupeve jashtëzakonisht forta, jo për faktin se Kosova është shumë e do, po vërtet këtë herë ka rival të papërmbajtshëm, rival të cilët parashtu I shohim edhe në kampionate botërore, por edhe në kampionate evropiane. Është Kroacia, Turqia, Ukraina, madje edhe një Islandë, e cila kohëve të fundit ka bërë revolucion dhe është mësim për shumë shtetet e tjera se si ky shtet kaq I vogël me një ligë, do të thoja fare modeste, arrin që të prish hesapet edhe më të mëdhenjve në futbollin jo vetëm evropian. Finlanda, ndoshta këtu shohim një çik shpresë se eventualisht me ta do të dalim pa ndonjë korri të madhe, kurse me të tjerë do ta ketë shumë vështirë, por ajo që blen theksohet, gjithsesi është lajm I gëzuar që Kosova u përfshi në këto gare, duke mbetur gjithmonë një brengë e madhe se ku do t'i luajë ndeshjet, sepse sot po ashtu morëm lajmin se do të nisin së shpejti punimet në stadiumin e Prishtinës, dhe të cilat do të përfundojnë për 14 muaj, që do të thotë se në shtator pritet të luhet ndeshja e parë në cilësinë e Nikoqirit dhe do të vjen Kroacia për të luajtur. Unë kam informacione se megjithatë kjo ndeshje do të mund të luhet në Shkup e jo në Tiranë, për faktin se edhe në FIFA dhe në UEFA gjithmonë kur nuk ekzistojnë kushtet të zhvillohet një ndeshje në vendin tënd, atëherë pyetet edhe rivali, sigurisht se rivali nuk e do që një ndeshje e tillë të zhvillohet në Shqipëri. Në Shqipëri, nëse do të jetë Shkupi vend ku do ta fillojmë rrugtimin e kualifikimeve, Artori mbase e kishte dëshiru grupin H, po e kemi grupin I, grup cilin në disa herë në biseda, po edhe në prononcime publike ke pohu që mund të shmangemi ose është mirë. Pse? Fakt, në aspektin sportiv, grupi do të ishte dukshëm më I pranueshëm për Kosovën, duke pas parasysh si po e nis fushatën e vet të parë në kuadrat e eliminatoreve, por në aspektin administrativ grupi I është dukshëm më I lehtë, duke pas parasysh që në H do duhet të udhtojë në Greqi, Bosnë dhe Çipër, 3 shtete që nuk e kanë njohur Kosovën. Në I, prej shteteve që se kanë njohur akoma Kosovën është vetëm Ukraina, por në aspektin sportiv tha edhe Agimi është grup dukshëm më I vështirë. 80% e reprezentacioneve kundërshtare janë kampionat botror, për 5 kundërshtarëve 4 do të jenë pjesë e kampionatit evropian faktikisht. E vetmja gjë e mirë në aspektin sportiv mund të jetë fakti që këto reprezentacione mund të analizohen në detaje nga stafi teknik I reprezentacionit të Kosovës, duke pas parasysh që do të zhvillohen, do të kenë 14 ndeshje në kampionatin evropian ku janë përfshira kundërshtarët e Kosovës që nisin prej shtatorit, mesin e cilave është Finlanda kundërshtari I parë. Dhe është grup jashtëzakonisht I vështirë, gjatë cilit Kosova mbas se qëllimin e vet primar duhet ta ketë krijimin e një ekipi të fortë nga një grumbull I lojtarëve të talentuar që mund të ketë, për të krijuar një bazë të fortë që më pas në eliminatorët e Evropianit 2020 synohen vërtet gjëra dukshëm më të mëdha. Kjo ma kujton një situatë para disa vjetëve, pa të shku Demollari ka qenë selektori I Shqipërisë në short për kualifikime, edhe kërkonte që edhe nga këto vazot e larta të birin ekipe të tipit të Rumanisë, të
Rusisë, ekipe me cila Shqipëria mund të matet. Armando Duka kërkonte që gjithsesi të jetë Anglia, mundësisht edhe Italia, për shkak se parat e drejtave televizive nga ato dy reprezentacione i mbisundonin ambicjet ndaj suksesit eventual sportiv. Grupi më i vështirë ka prej dyve komentit. Pa dyshim që është grupi më i vështirë, këtë grup nuk i kemi pas fare dëshirë të luajmë. E tash nëse shikojmë në aspektin tjetër ato që e përmend edhe ti, nëse interesimi i shikuesve është i madh, pa dyshim se ky grup është shumë më tepër për adhuruesit e futbollit të Kosovës, më tepër shikues, sepse dihet Kroacia ende është disi në një farë mënyrë një përfaqësuese që adhurohet tek ne shqiptarët. Për Turqinë as që diskutohet. Pastaj mirë, këtu Islanda, Finlanda dhe Ukraina në kundërshtar me të vërtet vështirë, por padyshim që krahasuar me grupin që përmendi dhe Bajrami më herët, grupin H do të ishte shumë lehtë për Kosovën, por më rëndësishme është që do të luajmë, sepse ajo para një muaji që është shtyr faktikisht ky vendimi deri sot, nëse kam një përshtypje që është shtyr ndoshta për shkak çështjeve politike pak a shumë, sepse pikërisht dihet që në Rusi mbahet kampionati botëror 2018 dhe pak ja ka ngre vesh dikush rusëve me siguri, derisa sot erdh konfirmimi zyrtar, sepse është dashur të bëhet një gjë e tillë para një muaji. E rëndësishme është që do të luajmë, e rëndësishme është që të ndërtojmë një përfaqësues të fortë, meqense tash është shumë herët të ndodhë një gjë e tillë, për këtë 2018-ën nuk jam ndonjë optimist i madh, por sigurisht që pas 4 apo 5 viteve të tjera mund të jemi shumë më të fortë. Politik në UEFA, se besoj kur. Po, si çdo fushë tjetër, e vërimtarisë njerëzore edhe sporti është pak politik, natyrisht, po. Problemi është që vërtet grekt kanë menuar se nuk do të jemi në pranum, domethënë FIFA dhe e kanë shtyr këtë procedurat, i kanë lënë për moment në fundit kur e kanë po që vërtet nuk mund mu shtyr kjo punë, hajde e kanë bon zyrtare këtë punë dhe mua po më duket që për pas Kroacisë, natyrisht që është një ekip i dëshmuar, edhe unë mendoj është për njëri prej favoritëve të mi që mund me shku deri në finalen e Evropianit, sipas meje gjithnjë. Ekipe tjera, për mendimin tim, nëse nuk mërin Kosova me bën një kombëtare që i përball Ukrainën, Turqinë, mos flas për Finlandën edhe kushket tjetër, Islandën, atëherë s'kemi çka lyp. Në sportin evropian. Për arsye se nuk janë Ukraina dhe Turqia në një ekip për mua të miru me gjithat. Po menoj gjithnjë në këtë farë rrethimin tonë. Sa i përket anës tonë, duhet me bërtit edhe me bërtit edhe pushtetit edhe qeveritarëve tonë për arsye se pa të fillu mu kriju një farë klime pothuajse anti-evropiane nga vetë politika, të thonë që ne jemi të fundit populli, fundit i diskriminuar, ne jemi të izoluar nga bota, fillun edhe me shoh Evropën e tjera, në momentin kur ne i morëm ato që na takonin, bëm anëtare në UEFA dhe FIFA, në momentin kur pritnim që klubet e Kosovës të morin pjesë në ligat, po menoj në ligën e kampionëve të Evropës e tjera, praktikisht duhet që na nuk jemi kërka hiç. Domethënë, ata cilët ne i kemi akuzu, unë goten me hapat e tyne, e krytën pjesën e vetë punës, ndërkaq na shihet që jo që nuk ka infrastrukturë, jo që nuk ka një stadium përshtat shumë spaku minimalisht për standardet e UEFA-s, por klubet nuk kanë administrat, nuk kanë konto, nuk kanë sigurime, nuk kanë paga, nuk kanë asnjë mundësi, ndoshta as me udhëtu deri në destinacion, kështu që nuk kanë domthonjë infrastrukturë komplete për me marrë pjesë në kompeticione të tilla që janë domthonjë të nivelit më të lartë në Evropë. Edhe tash praktikisht shikoni politikanët e Kosovës, e kanë unë shkryt që të gjithë, asnjëri nuk flet më për infrastrukturë, nuk flet më për UEFA, nuk flet për FIFA, nuk e shoh më Evropën, sepse shihet që faji është tek politika e Kosovës, politikat fatale të këqija, edhe të cilat nuk e kanë mendu
Në më anë se për me dalë në Evropë duhet standarde. Une kam frikën që edhe me liberalizim të vizave do të ndodhë diçka e tillë. Atë po e nalim në minutë 13 muhabetin për politikë, në mushim pak mu fokusu në... Po nuk është diçka politikë kur praktikisht po më vjen keq me thonë po veç Hajvalia po shkon S'ka çka të vjen keq. në kupe... S'ka çka të vjen keq. Po mendoj në Champions League femnat, sigurisht. Kjo është shumë interesante, se nuk e di pse më shkon femnat nuk më shkojnë mashkujt. Edhe femnat nuk kanë ndonjë kriter. Kriteret janë tjera. Pak a shumë, po mirë, po ku i zhvillojnë ndeshjet? Licencim fare, s'ka nevojë fare për licencim. Po mirë, po ku i zhvillojnë ndeshjet? Ato konsiderojnë se Për shembull, Ardor, klubet e femrave shumë për kualifikim klubeve femrave zhvillohen, në fakt formohen grupe në short. Ato grupe zhvillojnë gjitha ndeshjet në një qytet, përkatësisht në një vend që e merr përsipër siç është rasti i handbollit që mbajtën turnet kualifikuese qoftë në Kosovë, qoftë vende të tjera. Do të ndahen në 9 grupe ato 36 klubet femrave që janë në fazën kualifikuese dhe do t'u jepet e drejta e organizimit të mini turneve kualifikues 9 klubeve nga vendet të ndryshme të Evropës, normalisht ato që kanë infrastrukturë më të përgatitur. Normalisht vështirë që do të jetë konkurrent për ta organizuar. Padyshim. po udhëtimin nuk e kanë bashkë lehtë. Askush nuk tha. Askush nuk tha. 24 reprezentacione për herë të parë, Shqipëria për herë të parë, çka ka tjera të veçanta apo dëshiron të ndalesh në këto dy? Pa tani, me riorganizim të UEFA-s, 24 skuadra në aktin final, duket se po e merr interesimin dhe duket se po e arsyeton vendimin e UEFA-s, sepse edhe ma herët kur ishin 16 kanë mbetur shumë kombëtare të njohura jashtë këtij kampionati dhe unë mendoj se nëse themi se edhe Evropa dhe Amerika Latine kopjon njëna tjetrën, edhe kjo ka arsyet e veta. Ne nëse diçka kërkojmë nga latinoamerikanët e kërkojnë bukurin në futboll, por nëse e kërkojnë latinoamerikanët diçka nga Evropa e kërkojnë efikasitetin e këtë Evropa e runë me xhelozi shumë të madhe. 24 kombëtare prap mbesin disa jashtë. Janë një 7-8 ekipe të cilat i kemi parë edhe më herët në kampionate evropiane kanë pasur suksese. Habit Holanda, Greqia, Danimarka, pse jo dhe Serbia. Pastaj Bosnia, Bullgaria, Norvegjia, do thoya deri diku edhe Skocia. Në grupin tjetër që vjen, po ashtu që mund ta bëj kampionatin interesant, dy Irlandat, që vinë që janë njëra tjetër ngat, që vinë po ashtu dy shtete që dikur kanë qenë së bashku, edhe Slovakia dhe Çekia, dhe së fundmi do ta përmendja pa tjetër edhe faktin se Shqipëria pikrisht në mesin e këtyre 24 skuadrave nuk është me kuotën më të ulët të mundshme. Nuk është me kuotën më të ulët. Që do të thotë, se ajo megjithatë ka mundësi, ka potencial të bëjë rivalitet. Qoftë edhe në grupin përkatës në grupin A, që është bashkë me Francën, Rumaninë dhe me Zvicrën. Shqipëria ka rritjen e saj. Do të thoya edhe të natyrshme, ndonë se prap ekziston gjithmonë dilemat dhe të tjerat, kur është në pyetje edhe selektori, kur e në pyetje edhe shumë presionet e tjera, sepse ato vinë edhe anash, deshtëm, ose nuk deshtëm të pranojmë këte, ose vinë nga federat, ose vinë nga opinioni publik i gjerë, ose dika vinë presionet, dhe gjithmonë ata janë në siklete shumë të mëdha, prandaj është shumë vështirë të përzgjedhësh gjithmonë ekipin më të mirë dhe gjithmonë dilemat ekzistojnë. Ka mbetur dikush pa merit ka shku matutje kështu me radhë. Por, Shqipëria këtu e ka handicapin që nuk e ka kuotën e lartë të paguarit ose pagesave të futbollistëve ose futbollistët të cilët zhvillojnë gara nëpër liga eminente ose nëpër liga kryesore evropiane. Që do të thotë se këtë problem nuk e ka Gjermania, nuk e ka Anglia, nuk e ka Spanja, nuk e ka Italia. Që të gjithat e tjerat kryesisht marrin dhe i vëzhgojnë futbollistët e tyre ku luajnë nëpër liga të ndryshme, qoftë në Spanjë, qoftë në Itali, qoftë në Angli e kështu me radhë. Do të thotë që të bëhet ky homogenizim që e kërkon tani, se cila kombëtare në fazën e finishit të përgatitjeve, kjo është më e vështirë të arrijet tek Shqipëria, se sa të arrijet fjala vjen të Gjermania, ose të Anglia, ose të Franca, ose të ndokush tjetër, sepse grumbullimet, ose futbollistët vinë nga ajo ligë, vinë fundja nga ai perceptim i botës futbollistike, se si zhvillohet, si pranohet e shumë çka do të thonë ka shumë ma lehtë që Shqipëria ka futbollistë që i vinë nga ligat e ndryshme
dhe në varësi se si punohet atje, është kogja probleme për ta kthy atë për të luajtur ashtu çfarë dëshiron ose si e koncepton Debiazi gjithatë. Komponu ekip që thuhet edhe një çështje, një muj, 5 vikenda futboll. Optimale, pak si gjatë. Mendoj se jo, me gjithse kjo rastis gjithmonë Evropianit të luhet në vitin e njëjtë kalendarik me lunet olimpike. Dhe atëherë kjo pak e vështërson, kjo pak e, si thush, vjen deri tek ajo ngopja, ndoshta ndonjëherë me tepri tek opinioni sportdarës, sepse edhe si vjet do të jetë Rio dhe edhe Evropiani. Megjithatë, unë mendoj se ky Evropian do të jetë shumë më i fortë dhe do të jetë shumë më interesant se sa që ishte botërori, për shumë arsye. 24 kombëtare të cilat kanë punuar dhe kanë realizuar ambicet e tyre në fazën kualifikuese. Dhe që të gjithat, edhe këto që kanë mbetur jashtë, që nuk përfshihen në Francë, kanë tentuar sepse gjithmonë Evropiani sjell rinovimin e skuadrave pas kampionatit botëror. Kjo si thosh një farë rregull i pashkruar detyrimisht shtrohen obligimet e ndokush që, sepse në botëror është shumë e rrezikshme të rinovohet skuadra, sepse atje kemi të bëjmë me filozofi të ndryshme të futbollit, janë latinoamerikan, është Azia, janë kontinente të tjera ku pak a shumë i dim edhe nuk i dim fort sa punohet. Kurse këtu tani gjithçka ka ndryshuar, gjithçka ka rinovuar dhe pikërisht ky brez që do të luajnë në këtë evropian do ta shohim që luan me pak a shumë ky strumbullar i këtyre skuadrave do ta shohim edhe në eliminatorët për kampionatin arshëm botëror. Sepse këtu nisin renovimet, prandaj do të jetë shumë interesant. Po nisim prej kësaj, a mund të krahasohet me kampionatin botëror, edhe cila është e veçanta në kuptimin e kvalitetit futbollit, çka pret të shohësh? Futbollin mbas 10-15 vitet e fundit është globalizuar aq shumë sa që është parafruar jashtëzakonisht shumë niveli ndërmjet reprezentacioneve. Ndoshta është rritur dallimi ndërmjet klubeve, por tek reprezentacionet niveli është parafruar jashtëzakonisht shumë edhe pikërisht për këtë fakt, ndonse kemi 24 ekip reprezentacione në kampionat evropian, prapse mungojnë emra të mëdha dhe të dëshmuar, mungojnë 2 kampionë evropian, mungon Holanda, mungon Danimarka, kampionët e 88-shës dhe 92-shës dhe mbase përcaktimi i skuadrave favorite do të jetë jashtëzakonisht më i vështirë duke pas parasysh që mungon edhe Greqia më 2004 3 kampionë evropian, po. Se isha duke thënë që përcaktimi i skuadrave favorite do të jetë shumë i vështirë sepse pothuajse secili reprezentacion është në gjendje për të marrë pikë ndaj secilit. Ne kemi Francën që hiqet si një prej favoritëve kryesor për këtë kampionat dhe është Shqipëria që po debuton në Evropian, para jo më shumë se një vit Shqipëria e mposhti Francën në ndeshje miqësore. Kështu që e veçanta e këtij Evropiani ndoshta është se po e tregon qartë për afrimin jashtëzakonisht madh të reprezentacioneve që dikur ndaj cilave dikur është luajtur vetëm sa për të kaluar xhiron dhe janë marrë 3 pikë në mënyrë më të sigurt mundshme. Në mesin e këtyre reprezentacioneve dikur kanë qenë edhe Wales, edhe Shqipëria, edhe Irlanda Veriore, të cilat gjithashtu edhe Islanda patjetër që po, të cilat tashmë janë pjesë e Evropianit, kështu që përkundër faktit se janë 24 reprezentacione nuk mendoj se do të kemi cilësi më të vogël ka shi evropianëve të zhvilluar më herët kur ishin me 16 fundi edhe me 12 e me 8 më herët. Pra, kur dëgjon trajner duke thënë që më nuk ka favorit, kësaj radhe duket se edhe mund të kenë drejt. Nuk ka më favorit në letër që është favorit i madh, edhe pritet që të kaloj lehtë deri në gjysmëfinale ose finale. Absolutisht, nuk ka favorit, por në pak më ndryshe ndoshta do të bisedoja rreth këtij kampionati dhe futbollit që po dallon në shumë mirë përmendi edhe Bajrami me klube dhe me përfaqësuese. Pse? Kohëve të fundit, viteve të fundit shumë ka edhe barazime në ndeshje. Domethënë ka filluar trajnerët mos luajnë futbollin që ka luajtur vitet 70 që nuk kam qenë, e din shumë më mirë Agim Binaku. Nuk është më futbolli si përpara sepse sot shumë më tepër po koncentrohen trajnerët në repartin defanziv. Dhe kam një farë përshtypje që shumë më tepër kërkohet kujdes mbrapa se përpara. Me vetëm një sulmues, shumica përfaqësuesve po luajnë disi më tepër po presin përfaqësuesit gabimin e kundërshtarit se sa luajnë ofanzive. Vija fundit këtë rast qendër mbrojtësit po kanë shumë më tepër hapësinë edhe kohë faktikisht me ndërtu aksionin, sepse nuk po ka presing të fortë siç ndodh për shembull nëpër klube. Tek e fundit për shembull një futbollist i cili luan për klubin e tij faktikisht luan me tër klubin, skuadrën apo bashkëlojtarët më shumë se 10 muaj në përfaqësuese po i kanë atë kohën shumë më të shkurtë
edhe të përgatitive, se për shembull është trajneri i Polonisë, nëse nuk gaboj, ka 21 futbollist prej gjitha kampionateve tjera që i mbledh brenda një kohë shumë të shkurt për të luajtur. Prandaj po them që ndoshta rreshtë që siguron pjesëmarrjen. Ashtu është, po. E këtu lart unë kam pak një drojë që ndoshta bukuri futbollit, si s'kanë qenë disa kampionate të kaluara këtë vit, për mendimin im, është që nuk do të jetë bashkë i bukur për sy, do të lutë taktikisht, absolutisht do të jetë taktika shumë e fortë, po them duke nisë shumica e përfaqësuesve që janë pjesë edhe në mesin e favoritëve e kanë pothuajse me një futbollist luajnë në fazën e sulmit dhe i lejon tërheqet gjithmonë gjysmën e fushës dhe deshte kundërshtari nëse nuk është shumë cilësor, atër duhen këtu topat e gjatë me krah, me të sulmojnë, kështu që po them edhe një herë, edhe në kampionatin e kaluar botnor kemi pas shumë barazime, bile deri në penalti kemi shku. Dhe unë mendoj që këtu pak po ndryshon po futbolli dhe sistemi i lojës sidomos tek trajnerët përgjithësi. Okej, do të transmetosh, do të merresh gjatë me këtë punë, ka ndonjë reprezentacion të veçantë cilin po e pret ta shohësh si duket përjashtu Shqipërinë për cilën është folë gjatë edhe po e dim, do të flasim edhe më vonë, cilin reprezentacion tjetër po pret ta shohësh ose çka është ajo që t'intrigon para fillimit? E ke fjalën për këtu ekipe pak më mesatare apo përgjithsisht prej 24-ve, nëse themi që s'ka favorit tregon kë po e pret ta shohësh. Shiko, Franca dihet e ka një përparësi gjithmonë edhe pak me refer. Duhet pranuar gjithmonë vendaset e kanë një përparësi të vogël. Nëse ju 50-50 bile 52 me 48 është gjithmonë ana atyne. Duke lënë anash cilësinë që kanë kjo përfaqësues, sidomos në mes të fushës. Është një Pogba, një Matuidi dhe sidomos ky Kante që ka shpërthyer tek Leicester City. Janë tre lojtarë motorik jashtëzakonshëm, cilët po kryjnë punë edhe në fazën e sulmit, nëse është fjala edhe mbrojtje edhe në mes fushë. Franca për mua është një prej favoritëve më të mëdhej në këtë kampionat. Zakonisht Anglin kur kush nuk e di, nuk e marrin mend që i ka fut mesin e favoritëve, por nëse e marrim si vjet këtë përfaqësues që ka, atë s'ka fituar kurrë. Po kjo është një prej arsyeve, nuk e di, ata kur luajnë kështu kampionate evropiane botnore, deri diku shkojnë diku bin, ata mund të jenë si vjet shumë të rrezikshëm, mendimi për shkak se ka disa lojtarë shumë cilësorë dhe 3 në moshë. Mendoj që anglezët mund të shkojnë larg. Spanja nuk është më futbolli me pasime të shkurtra, disi ato tika-taka si që me mësu ta shohim, tash më tepër po shkojnë direkt po luajnë, nuk është ai sistem i lojës që e ka luajtur deri para 2-3 vjetëve, kështu që spanjollët janë mesin e favoritëve, por mendimi im personal jo, ndoshta në atë rrethin krejt ngushtë. Më duket se kjo është kampionati i parë ku ka konsenzus që mbrojtja e titullit është pothuajse misioni i pamundshëm. Shumë vështirë. Spanja ekip vërtet jashtëzakonisht i fortë, akoma vazhdon të jetë, ka mesfush, vazhdon të ketë mesfush të jashtëzakonshme. Megjithatë mendoj se problemi kryesor i Spanjës do të jetë fakti që futbollistët duken disi të lodhur me të njëjtin stil të lojës me Del Bosque si selektor, sepse ka dy ndërmbrojtës që kanë qenë ndoshta më të mirë në edicionin që sapo është mbyllur në aspektin e klubeve. Sergio Ramosin dhe Gerard Piqué që kanë qenë absolutisht në formën e tyre jetësore mbase të dytë. Pastaj ka Iniestën që përkundër moshës vazhdon të jetë lojtar ndoshta mesfushori kreativ më i mirë në Europë. Megjithatë nuk do ta ketë përkrahjen e Xavi Hernandezit dhe Xabi Alonsos dhe për të kjo do të thotë shumë, ndonse aty janë edhe Cesc Fabregas, edhe David Silva, edhe lojtarë tjerë jashtëzakonisht kreativ që i ka Franca, por mendoj që Spanja në fakt, por mendoj që problemi kryesor i tyre mund të jetë Del Bosque në postin e selektorit dhe varet shumë se kush do të jetë në portë. Nga shoqëria jonë di që për Casilhasin kanë pas dashuri dhe admirim të jashtëzakonshëm, por Del Bosque duhet vendosur nëse do ta ketë në portë portierin më të dobët të portës në 30 ditët e fundit sipas statistikave, apo një prej portierëve më të mirë në histori të Manchester Unitedit. Edhe ai duket se do të përcaktohet sërish për Casilhasin. Kështu që kjo mund të jetë një prej pikave shumë të rëndësishme sepse Casilhas nëse do të jetë në fushë do të jetë edhe kapiteni i ekipës. Nëse del ajo që e tha Artoni, se mund të ndodhë, ose që shumica e përzgjedhjeve luajnë me një lojtar, nga i cili varet gjithë ekipi, atëherë unë mendoj se duhet patjetër të shpërthej Belgjika, duhet patjetër të shpërthej Portugalia, duhet të shpërthej pse jo dhe Suedia. I kanë ata tret, Ibrahimovic,
Ronaldo dhe e përmendë Belgjikën, Filip, po Belgjika prapë. Belgjika një indivet që dalot, sepse ka shumë superie. Të varët për kë Por, unë mendoj se pikërisht këto, duke mos përjashtuar edhe Anglinë, unë mendoj që këtu ndoshta do të mund ta gjejmë njërin prej skuadrave që do të mund të shkoj shumë larg mbas edhe në finale. Okej, vera po vjen, moti është i mirë, Ramazan është, futbolli o kohë e mirë me prit deri, mjet i mirë me kalu kohën deri në iftar edhe pritet futbolli mirë, 24 reprezentacione, feste futbollit, çka pret shosh? Do vetëm da unë pak uftova ku pinë dëgjoj kolegët e sportit që mund të ketë shumë rezultatet bardha që i quni ju 0-0, do më thonë, ma pak gola. Ka i quat i barë për të rezultati ma i zi. Lojna ma defanzive e tjera. Me të vërtet, unë s'kisha pas qef që tjetë një kampionat evropian si atëherë kur ka fitu Greqia. Ose një model, ose një stili lojes alla Greqi e 2004 nëse nuk haroj. Ajo në loja meki që e mundshme një degradim, kisha me thonë futbolit që unë e shoh paka shumë jo veç si përballje sportive, po pak balet, pak art, pak magji, pak dram, edhe thriller, madje shumë golla e tjera. Kështu që unë me gjithat pres që mos të kthehemi brapa në futbolin defanziv, po të ketë nështë edhe depërtime si që kishte në botënorin e kalum. Sa i përket kombëtarëve, sa i përket krejt kampionatit kisha manë që unë i daloj 4 veçori këtëherë, në një për mund do t'jetë sfida sigurisë. Do të thotë, në Franca është ndër vendet e bashkimit e ndër më të lëndume, të më të cenume nga terrorizmi global. E dyta, është kostoja shumë e lartë që ka investu ky shtet në 1 miliard e 600 milion euro janë investu në disa stadiume të reja dhe në disa renovime që i ka pas në qytetet kryesore, por edhe investimin teknologji shumë të lartë, domethënë për cilësit në për stadiume dhe tjera. Sfida e tretë për mua do të jetë pikërisht që yjet që i mësu me ta e futbollit luajnë për ekipet likshta. Ronaldo për një Portugali që nuk besoj që do të shkoj larg. Bell për Velsi, po ashtu nuk është që ka fort gjasa? Që ka në i gjasë të madhe, po me gjithat mirë që luajnë dhe mirë që do t'i shohim. Dhe sfida e katërt, besoni apo jo, është një rast unik botnor që luajnë shqiptarët në një veti. Dhe ka është rast unik në botë, do më thonë, dy kombëtare, një etnie, ajo e Shqipënisë dhe e Zvicrës, e cila praktikisht dominohet prej 6 shqiptarë, do më thonë, prej tyne 5 kosovarë. Edhe Shqipënia që po ashtu 5-6 i ka kosovarë, po... Edhe Gjermania ka një? Jo, po du me thonë që kjo është një rast unik kur praktikisht edhe 2 vllazni biologjik luajnë njëri kundër tjetrit, vllazit Gjaka, ka Holandi për Shqipëni e ky Graniti për Zvicrën. Unë shoh këtë lojë për një lojë pak të cikletshme për shqiptarët, kudo që qofshin ata, por kisha me thonë se kushdo që fiton, prapë na bjen mirë, nuk hupum kur gjonë, se në këtë rast do më thonë kemi njerëzit tonë që do të vazhdojnë t'jenë tutje në kampionat, qoftë me Shqipërinë, qoftë me Zvicrën. Le t'i halom praktikisht këtë mejdon t'a doj sporti, do më thonë fair play, mbi gjitha, edhe le të fiton ekipi maj organizuar. Me të vërtet, unë e kum shfaq bindjen teme se Zvicra është ekip shumë maj organizuar, shumë maj komponuar. Besoni që një ekip me 12 mrena i ka integru 12 grupet ndryshme etnike. Në më thonë, po thuj se çdo lojtar i përket një etnijet veçantë. Në atë ekip dhe është një ekip shumë i komponuar mirë. Ky ish trajneri Hisfield, ka bon një ekip mrekullueshëm.
prej një Zvicër që s'u njoft shumë në arenën e futbollit, Tashoni Petković, i cili ishte një rast interesant, kish punu si punëtor humanitar në Zvicër, me vjetë tona, një 7-8 vjetë, në bamirësi kish punu, dhe në bromje kish ushtru ekipet vogla. Ekipe të rinjve, ekipo jo, ekipe, po menojt mraja të ligës e kutadione. Ndërka që pritet shumë prej Kosovarëve nga që luajnë për Zvicrën, sidomos prej Gjerdanit dhe prej Granitit, po edhe Shqipnia nuk është në këtë lojë pa gjasa, në mahon. Po, sidokuft, Belgjika nuk du me folë për to, se më ka shgënjy në botënor. Spanja, pajtojnë me Bajramin, edhe praktikisht po fillon mu plaka e ekip. Italia është në krizë financiare dhe në krizë totale të futbollit, si pas me e gjithë një. Mbetet Franca që në vendasë dhe me gjithat i ka lojtarë të mirë, po unë më staroj me përmen Kroacinë edhe njëherë, me eri përsërit në vërtet që mund të shkoj regional plasohet, po favoriti jam me gjithat, edhe pse s'kisha pas shumë qef, është Gjermania. I ka bo njeri detyrat e shpizu, përgatit për emision. A përnonim në Bajram në këto që Balili tha, kemi pas Boatengat. Rasti parë, kur dy vëllezër kanë luajtur kundër njëri tjetrit. Para se ti kemi Gjakat, po është e pamundshme që dy Boatengat bëhen bashkë dhe të luajnë për një reprezentacion tret, pika krejt tjetër. Gjakat e kanë mundësi. Gjakat kanë mundësi që edhe këtë punë ta bëjnë. Që prapë në reprezentacion. Nuk e di nëse o fenomen botërore, po mendoj mo nuk jom ka përcjellë sportin në bazat ditore, edhe nuk e di nëse Gjakat e kanë këtë vëmendje të mediat botërore, njëjtë siç ka qenë rasti me Boatengat, po është një për tregimeve të këtij evropiani, padyshim. Pa tjetër që po, mbase jo sa kanë pasur Boateng vëmendjen sepse kanë qenë kampionat botror dhe vëmendja ndaj tyre është dukshëm më e madhe, edhe për Granitin e Taulantin ka pas vëmendje shumë të madhe, sidomos karaktera krejtësisht të ndryshëm. Sidomos po, Zheromi është dukshëm më djali i shtëpisë se sa Kevin Prince, nëse mund shprehem ashtu, edhe për vëllezërit Xhaka ka vëmendje jashtëzakonisht madhe, sidomos pas transferimit të Granitit në Arsenal, mirë po jo në shkallën sa kishte për Zheromi, Kevin Prince Boatengu në botrorin e vitit 2010. Vëmendja atëherë ishte rritur edhe më shumë mediatikisht, duke pas parasysh se pikërisht Kevin Prince Boateng, që vendosi të luante për ganën e laj jashtë botrorit Mihail Ballakun, duke e lëndu në duel direkt, edhe që për shumë kohë ishte lëndim koqa i qëllimshëm në atë kohë, sidoqoftë për Gjakat, tregimi mund të jetë jashtëzakonisht interesant nëse 3 muaj pasi kanë luajtur kundër njëri tjetrit, mund të mbajnë të veshur panellën e të njëjtit reprezentacion. Goca tregim, ha? Shtatori. Po interesant, vjen interesant, bërë interesant gjanat. Më le përshtypje mu kur flitet gjithmonë për vllazër. Ai kemi qenë shumë tri kur flitet për Bobin dhe Jackie Charltonin, që dy vllazër si luajnë se si mbrojnë ngjyrat e të njëjtit të reprezentacion. Mandej na vinë edhe shumë vllazër të tjerë, kështu edhe në Bashkimin Sovjetik edhe kudo të tjerë. Është interesant, por mendoj se ndonjëherë ndoshta edhe pa drejt jemi duke i ndarë këta dy futbollistë. Mos them që tash jo gazetarët, por një pjesë e madhe e portaleve, sidomos sociale, kanë filluar ndoshta diku do t'i acarojnë ata që nuk është as se si e mirë, sepse nuk dihet kur fati se si do të rrjedh më tutje. Por që janë futbollistë, janë profila gjithsesi se meritojnë vëmendjen edhe të opinionit publik. Ajo që duhet them t'i kthejmë edhe një herë Francës, çka na pret, çka do të shohim, sepse u fol shumë, çfarë futbolli do të shohim, çfarë protagonist do të jenë të tjera. Një Gjermani vjen pas një procesi jo të mirë të stërvitjeve. Do me thone, humbi 2 ndeshje misore, por Gjermania nuk brengoset, është shumë interesant, nuk brengoset as pak. Megjithatë ajo mbetet shumë më e fortë se sa që ishte ndoshta edhe në kampionatin botror. Dhe unë mendoj se një prej favoritëve do të jetë pa me dyshje, bile mendoj se do të shkojë edhe para Francës Gjermania. Duke u nisur edhe nga karakteri, duke u nisur edhe nga ajo që lun. Nëse gjithë të tjera që i morëm shembull, se ata do të përqendrohen kryesisht në mesfush, ndoshta Gjermania jo as shumë. Ndoshta jo as shumë. Kombinën se Gjermania lun pak më ndryshe se të tjerat, nuk është skuadër që shtrengohet dhe lun në ngërçin e rezultatit. Përkundazi, ne xhirot e para nuk kemi pa lojë të mirë, sepse gjithmonë rrethi i parë ngrej rezultat. Rrethin e parë çdo kush del
ta qujmë pak, ta zhvilloj një lojë si mjegull, sepse edhe nuk e din kundërshtarin, edhe nuk e din publikun, edhe sa ta ambientohet edhe kretë. Ndonë se kanë shku skuadrat ma heret, por ndryshe kur del në stadium dhe në stadiumet në Francë, me gjitha të mëdha, nuk janë si në vendet e tjera, kanë kapacitet edhe kanë vërshrit e shikuzën, sepse gjitha biletat të thuj se janë shqitur. Dhe tani atje ka tifoz edhe pale rivale, nuk ka tifoz vetë vendesi, që e bon hala ma të bukur kampionatin, ja pa t'jeshin e vetë, sepse ndahet publiku, dhe kur ndahet publiku, kur dëgjon ovacionet sa nga njëra, sa nga tjetra, atër ngrit moral. Por, si të ngritet moralit tek gjermanet, si të ngritet moralit tek francezet, te anglezet, te spanjollet, të cilët luajnë të gjitha ndeshjet e tyre dhe kampionale, se kanë kampionate shumë gjata, dhe gjithmonë me shikues maksimal, me plot kapacitetin e stadiumeve, do të thonë, nuk e di tash ata nga i vjen morali aty, ku do ta marrin ata moralin cilin e pret për shembull Shqipëria që të ketë tifozin ose skuadrat e tjera më të dobta. Domethënë, flasim tani për një aspekt tjetër, ku mbizotron ajo psikologjia sportive, ku pothuaj se gjithçka në përgjithësi është e studiuar, e kulluar dhe asgjë nuk i lën rastit. Dhe këtu gjithmonë Gjermania ka një hap më shumë se sa Anglia. Anglia shkon, po Anglia në momentin më të duhur ndoshta aty dështon. Është shumë interesant. Dhe ata kanë ligën fantastike. Edhe mundësisht kundër Gjermanisë dështon. Absolutisht. Mundësisht historikisht. Absolutisht. Edhe në Francë nuk e ka fort për merak, edhe gjithmonë diku aty ajo i pagun penalet. Nëse flasim për këto tjerat që pritet, nëse mund të shpërthej dikur, sepse tash në 24 skuadra është e pamundshme ta gjejmë dikën që mund të shpërthej. Unë prapë them se ndonjë prej skuadrave të vogla halil mund të shpërthej. Dikush dikujt do t'ia prish llogarit. Sepse topi tani ka ardhur dhe po zhvillohet në atë formë, në atë sistem. Që mbarësisht prej përgatitjes sidomos taktike, fizike, nuk duhet të flasim sepse loja futbollit është Kroacia me Modricin e Rakiticin e Mandžukićin mund t'ja prish llogarit. Ne paramendoj një situatë tillë. Unë pajto. Mbrojtja ka pak probleme, është shumë i guximshëm vendimi i selektorit për të mos e grumbulluar Lovrenin për shkak që ka thënë publikisht se ose të luaj starter dhe visi starter ose nuk vi fare në Evropian. Kjo deklarate ka kushtu, starter nuk e ka askush vendin e garantuar, a i mungon është lojtari më i mirë defanziv. Ndonë se kanë lojtarë tjerë, Çorluka, Srna, Schneider dhe një lojtar që nivelit të lartë, por ata i vinë prej ligave të tjera kurse Gjermania i ka ligën e vet. I ka ligën e vet. Kjo Anglia është vetëm reprezentacion se ka asnjë futbollist që luan jashtë. 23 lojtarë kanë në Sa është i mirë, Lovre që përmende, aq ka bu gabimet të Liverpoolin, një prej arsyeve dhe kjo ka qenë. Sepse nuk është bashkë te Kroacia optime që të ndërmbrojtë nivelit të tij. Po më nej ta mbosh lojën tek ai. Në shpesh në momentin që hedhet shorti reagimi i parë është gjendet ai grupi i vdekjes, e kemi përkthy bukfalisht nga anglishtja këtë term. Artur, nëse të pyes cili është grupi më interesant, është grupi D, është ndonjë grup tjetër? Shiko, shumë është vështirë me thonë, sepse për këtyre tash përfaqësuesve tjera interesante, në bazë lojëve që i ka zhvillu. Islandë shumë mirë përmendi Agimi ma herët. Edhe Austria ka luajtur një futboll me të vërtet cilësor. Jam çudit bile po të them drejtën, me ka vite austriaka që nuk kanë pas si përfaqësuese futboll bukur. Pastaj grupi E, Belgjikën gjithë e dim, shumica 90% që luajnë Premier League. Itali e kaloi grupin në shumë rrezikshme. Nëse se kalon është në rregull. Republika e Irlandës është shumë më e mirë se kjo e Irlanda Veriut, por Suedin dihet, Suedia ka pas disa ndeshje këtu të fundit, miqësori ka pas shumë të mira. Këtu dy grupe, po i veç Gjermania, Ukraina, edhe Polonia nuk është e keqe, po prapë ndoshta grup sipas me, grupi më i vështiri është ky grupi E. D. Prap, Spania Çekia ka shumë mirë. Definitivisht. Po prap disi Turqia më duket që vështirë që ka me fitu një ndeshje. Turqia me pak të selektor është gjende me poshtë se cilin reprezentacion. Në rregull, po nuk kjo është poenta, e ka Fatih Terimin. Edhe një 22-3 lojtarë, sa i ka marrë me shumica në kampionatin dorë. Ka Fatih Terimin. Progresit e vetë edhe sepse edhe ai ka rinovuar ekipin. Ka progresit e vetë Turqia.
Ndalemi në grupe për shkak se në momentin që më rrinë në knockout, ndrën gjithë shka. Një tjetër aspekt është kretë kjo puna e mediave, kjo lufta psikologjike, që bëhet edhe që lova në Bruxelles, kur Mark Wilmots tenton të bind të opinionin e vetë edhe të Evropës, që aman mos na trajtoni si favorit. Çfarë qasi është ajo? Qasi totalisht e gabuar, nëse e reprezentacionin numër 1 në ranglistën e FIFA-s, nuk ka se si ti është ndryshe vetë se favoriti kryesor. Mirë, po pikërisht Mark Wilmots është një prej arsyeve pse opinioni ndërkombëtar ka filluar të ketë dyshime tek Belgjika. Pikërisht puna e Wilmotsit po shihet me shumë dyshim, sepse për mendimin tim e ka grupin, sidomos në aspektin ofanziv, grupin më të fortë lojtarëve, pa asnjë dyshim këtë evropian. Në defanziv paksa ja komplikon. Pa tjetër që defanziv paksa ja komplikon punën mungesa e Vincent Kompani, ndonë se prap ka dy qendërmbrojtës. Kompani jo është i lënduar, por ka Vertonghenin, ka Fermandën të Barcelonës, ndonë se s'ka pas shumë minuta, dhe ka Toby Alderweireld, që mbase ka qenë një prej qendërmbrojtësve më të mirë në Evropë. Spaku në Premier League këtë edicion të Tottenhami është lojtar totalisht tjetër nga ai që është në Atletico Madrid, dhe ka një lojtar 3 Den Lanier, që ishte i huazuar të Galatasaray nga Manchester City dhe të tregoj formë jashtëzakonisht mirë, mes fusha, sulmi i Belgjikës janë të mërshme, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, sulmuesi mas e man formë në Evropë. Edhe me këtë grup të lojtarëve Mark Wilmots kërkon të mos jetë favorit, mesin e favoritëve, kjo është pak e çuditshme. Si qasi është interesante. Po me një fitore të mund të kualifikohesh. Po teknikisht po. Ka shumë qasa që do të si vend të tretë, faktë prej 6 grupeve, 4 vendet e treta do të kalojnë fazën e dytë. Sistemi i ri ta mundson. Një fitore. Te mediat po si përmendën lart, veç pak shkurt po e përmendi. Këtu unë mendoj që në qafë Anglinë ka marrë pikërisht mediat atje. Nuk ka kampionat evropian dhe botëror që mediat e atjeshme nuk i ngrisin qiell lojtarët e tyre. Shumë është interesant. Gjithmonë e quajnë favorit. E tash, po mirë, tash mediat britanike. Por shumë interesant kjo pjesa tjetër e Evropës për shembull, kur nuk i fusin mesin e top favoritëve. Në Angli për shembull nuk ka medium anglez që nuk i ngritin qiell, që është këtë vit kanë qenë mirë. Nuk e kanë më si vjet shumë më pak. Për shkak këtyre disa lojtarëve 3 që i kanë marrë, po prapse kanë adin kështu kanë shkruajt kohëve të fundit që kemi gjasa nuk është Gerard Lampard që i mësuar ndoshta me këtë dekadën e fundit mbi Papë, janë aty dy lojtarë shumë të ri, e sidomos edhe në zbulimi, mos them zbulim për hit. Edhe Vardi i Jamie Vardi, si vjet hite do të ketë në kuadër të rive. Do të shpërthejnë të rritë. Në fakt, momente e madhe mediatike ndaj kampionateve kombëtare dhe Ligës Kampionëve ka bërë që të paktën në Evropian, sidomos mos ketë më senzacione siç ka pasur në kampionatet para 20 ose 30 vitësh, lojtarë që kanë qenë totalisht të panjohur, sidomos në botërore kanë ndodhur këto gjëra me afrikanët, kështu që nuk ka ndonjë lojtar për cilin askush në Evropë nuk ka dëgjuar. Po flasim lojtar që mund të bëjë diçka të madhe. Edhe Marcus Rashford që ka zhvilluar vetëm një ndeshje zyrtare me përfaqësuesin e Anglisë është goxha mirë i njoftën për opinionin evropian, ndonse ka dalë në skenë 2 muajt e fundit, 3 muajt e fundit. Mos e mat opinionin evropian me veten ti. Çdo kampionat dëgju Marcus Rashford ka qenë sensacion kur s'kam dëgjuar për të. Po kampionati i qet. I qet Hamesin e i qet James Rodriguez. Po sigurisht. Del diçka. James Rodriguez para botrorit ka qenë një lojtar me më të trajtë në historitë e futbollit kur është blen nga Monaco. Për shembull te italianët që më karon sy, 17 e ka kvotën për me triumfu. Kur kush nuk i bën hesap. Dhe është interesant. Sa herë që italianët disi me një farë mënyrë kur askush nuk i shikon, kështu që në mesin e favoritëve më të rrezikshëm janë, ose kur janë në krizë. 82-shin kam qenë i ri, po mendoj e kam lexuar më vonë. Si ka qenë rasti me Paolo Rossi nga Burgu, nga ato skandale, bëm kampion botnor. E patëm edhe në 2006 njëjtë, me Juventusin, bëm kampion botnor. Nuk po them që kanë me arrit, absolutisht jo. Po disi sarë, nuk janë ata favorit, e nin disi vetën. 90 minuta loja. 90 minuta loja, 90 minuta mbyllësh, duhet me pas edhe pak fat me të punu fati, një kundër zbritje, një gol edhe të e krymë puna. Ardon menoj që italianët në Polinë është shumë bashkë mbyllën këta italianë kohëve të fundit, po nuk kanë shumë mungesa. Çfarë elemente dhe çfarë lojë që ka bërë Italinë kampionën në 86, në 82-shën në 2006-ën janë absolutisht nuk ekzistojnë te ekipi i Contes. Jo, s'ka se nuk ka më yje. Nëse do të ishte nuk është puna te yjet, është puna te disa lojtarë që Nëse Nëse do të ishte Marco Verratti do të kishte pak shpresë për Italinë.
Mungojnë qendërmbrojtësit tipik italian, asnjë prej lojtarëve aktualisht në ekipin e Kondës nuk i përngjan qendërmbrojtësve, as Nestes, Cannavaros, as Baresit, as Maldinit. Mirë është që 5 vjet të fundit e kanë mbrojtja njëjtë Juventusit është. Në vetë s'ka pas kush çeloi gol pas Skillaçi u fut kën pjesën e dytë 15 minutat e fundit. Tash Italia në mënyrë bukfare nuk ka kur gjë në ekip. Po pikërisht unë po them, në momente të tilla po të rrezikshëm atë kur kush nuk i për ta do të jetë suksesën se e kalojnë grupin prej pozitës dytë, nga treti mund të dalë. Që nuk po e llogaritim Italin, Halil, folëm pak për dimensionin medial të krejt kësaj ngjarjeje. Prej 2 mitës e këtej, drejtues të federatave edhe të Komitetit Olimpik, sa herë ka ardhur ndonjë kampionat ose lojra olimpike kanë thonë këto do të jenë të fundit pa Kosovën. Tash, ideja është që ka gjasa reale që këto të jenë të fundit pa Kosovën edhe të gjithë ne këtu, përjashto ty i kemi kalu nga disa vite në karrierën tonë duke mbulu këso ngjarje pa qenë Kosova askund në horizont. Më trego në kuptimin e asaj që është bërë, asaj që po shkruhet, vëmendjes që po ja kushtojmë reprezentacionit të Shqipërisë edhe reprezentacioneve tjera çka po të pëlqen edhe thjesht prej informatave që ke po, çka ka qenë për ty ngjarje. Po, puna që du me vu në spikom është që është fat që kemi domethënë tashmë 2 kombëtare, Shqipninë dhe Kosovën, edhe unë menoj që ky kampionat do të jetë vërtet i fundit pa Kosovën. Dhe mund të jetë sepse kualifikimet. Unë po menoj që aq shumë ka futbollistë të ri, moshave shumë të reja në për akademitë e klubeve prestigjioze evropiane, sa unë menoj se edhe për një 20-30 vjetë arshme, Shqipnia dhe Kosova nuk kanë me qenë krizë asnjëna, edhe pse disa prej eksponentëve si Movraj mu do këtë një deklarat interesante që thotë se mund vinë ditë zeza për futbolin e Shqipnisë, për shkak të mundësisë që yjet me u kthy me lujt për Kosovën, po unë mendoj se do të ketë mjaft futbolist mirë për që të 2 skuadrat, edhe Shqipnin edhe Kosovën, që të 2 kombëtarët do të kenë edhe për një kohë të gjatë. Mirë po, kjo nuk i zhvesh nga përgjegjësia që me fillu me kriju akademitë e veta, ligat e moshave të reja, me investu shumë në infrastrukturë, me investu shumë në futbolin, do në futbol që njëni për sporte ma atraktive këti shekulli, po du me thonë. Do më hanë nuk duhet me mendu gjithmonë tek njerëzit, tek trajnerët e huj, duhet me pas njerëz tonë, të autoktonë, që i marrin përgjegjësi, do më thonë, me i qu këto 2 kombëtare për por, atjera. Mirë po, nga aspekti medial, ju mësu do më thonë si gazetar, po kryesisht edhe si redaktor lajmesh, gazetash me 35 vjetë, e kusur përvoj, që për çdo tim të madhe ose ngjarje të madhe me hit tek Reuters edhe me i pa aty 10 faktet e famshme, por kësaj herë jo te Reuters, po te BBC, domethënë i pash domethënë që janë 10 fakte shumë interesante që është mirë ndoshta po menoj me i do me publikun e para është David Guetta është këngëtari i cili do ta bëjë atë sportin muzikal. Edhe do të hap kampionatin me performancën e tij. Fakti i dytë maskota do të jetë një bonjour Super Victor, që është domethënë përshëndetje për atë Super Victor, një djali i vogël me emrin ndërkombëtar, me kapele dhe çizme fluturuese ku ta dione. E treta është për herë të parë disa nga tardhnat e ndeshjeve do të shkojnë për bamirësi, që është njërisi, do më thonë kampionatën prestigjioze, kampionatën evropian, sidomos ndeshja në 19 qershorit ishte nga secila bilet €1 shkon për bamirësi. E katërta, që është shumë interesant, për me i dhonë pesh këti kampionati, François Hollande, presidenti francez, do më ka kriju ekipin e tij të ekspertëve, prej 11 trekolorëve që ka quajtaj, cilët do t'jenë do më për cilën fush ka një ekspert. I presidenti do të ambulojnë kulturën, rinin, teknologjinë digitale, njerëzit me nevojat veçanta, zhvillimin e qëndrueshëm, punësimin, ekonominë, turizmin e tjera. E pesta, ndeshjet do të luhen qytete që njihen për artët edhe kulturën. Për herë të parë do më thonë që do të ketë rritje edhe turizmi francez, do të ketë shumë leverdi
nga kjo. Edhe praktikisht do t'jetë investimi madh në ekosistem. Për herë të parë, do më thonë, stadiumet e reja në pajisuna me një sistem të ripërteshme të energjisë, në më thonë, panele diellore, është shumë interesante, dhe ndërsa pjesa më e madhe do të ketë sistemet mbledhjes së shiut për me ujit barin stadiumeve. Do më thonë është tërësi teknologjike edhe eri. Mira bileta më të lira është fakti 6, bilet me të lirë, do shkojnë për rinin edhe për njerëz me nevojat veçanta, po ashtu. Bileta me lirë do t'jetë 25 euro, standarde do t'jetë 100 euro, ndërkaq, ma e shtrejta në finalet 895 euro, që i bjenë në më thonë 1000 euro, që për Kosovarin më duket, veç këta që i udheqin këto trustet, bordet, në vërtet dhe kompanive publike nuk ta mujnë me blejat bilet, se na tjerët për më duket që... Pak si vështirë. Pak si vështirë. Fakti 7, tifozët dhe vendasit do të ndihmojnë në organizimin e ngjarjes, që është po ashtu do të ketë shumë vullnetar të komunitetit, po edhe ndërkombëtar që të bashkohen me vullnetarët vendor, edhe do të jenë online 24 orë 24 në shërbim edhe të tifozëve, po edhe të skuadrave kombëtare. Është po ashtu një risi, kjo fakti 8 stadiumet do t'jenë 0 duhangji. Do më honë dalohet rëpsisht duhani për herët parë, do më honë me një kampionat. Fakti 9, rënditej që Gibraltari ka morë pjesë, do thotë në kualifikime, po fatkesisht s'ka mri me shku në Francë. Edhe 10, Euro 16, do të mohet men për moton e ka zhvillim i qëndrushëm, edhe i ka këto 3 erat. Do më honë, reduktim, ripërdorim edhe reciklim gjithë shkafes, gjë që është një investim shumë i madh në mbrojtjen e ambientit. Në më honë, këto i nëzora thjesht prokureshjen e atyne fondësave të futbolit, që kanë qenë me ditë plus ma shumë. Insiston a i betet edhe më tuti analist në klik. Analist dhe i cili punon me fakte, pas të cilave ka dhe disa tjera që i kemi për ju, do të kthehemi pas reklamës. Okej, flasim, foljem për kush mund të shpërthej, kush mund t'jenë herojt. Po mediat, ato anglezën veçanti, fort janë meraklit, shkaktojnë edhe viktima nga këto kampionate. Mundësisht selektorin e Anglisë, po më pas edhe këta tjertë. A ka dikush që mund të ketë ndaj dështim këtu spektakular? Antonio Conte. Okej. Duke ndërlidh me Anglinë, po shkon me shumë pompozitet në Chelsea. Për qenë një Mourinho i ri, për të shpërthy, për të kriju një Chelsea, po shkon vitin kur Premier Liga mbase do t'jetë liga nëse jo ma e forta, sepse s'mund të themi që është ma e forta. Primera divizioni po jep 3 vitet e fundit kampion të Evropës, edhe në Champions League edhe në Europa League, por vitin ashëm, po më nej, sezonin ashëm Premier Liga do t'jetë liga me rivalitetin jashtëzakonisht më të fortin botë, edhe Antonio Conte do të shkoj të Chelsea pikërisht këtë edicion, për mendimin tam rrezikon të shkoj pas një evropiani katastrofik për Italinë. Okej, Conte si viktim e mundshme. Kjo është... Flasim duke i përjashtuar reprezentacionet kushtimisht të ndvogla për të cilave mediat angleze nuk presin gjërat më dha. Por ta nuk du të paraqiste asnjë senzacion nëse selektori i Hungarisë dështon totalisht. Ose Irlandës Veriut. Ose Irlandës, edhe pse për Irlandën po se kanë pak më shumë afeksion me ta. E qartë. Një çështje tjetër është që shumë futbollist e presin kampionatin evropian që më pas të hudhen në treg edhe të kërkojnë kontrata, edhe zakonisht një çështje me cilën merren mediat janë cilët janë futbollistët të cilët janë pa kontratë, edhe të cilët prej kampionatit e tutje mund të lanzohen. Mirë, po nikosisht kjo sjell një farë poente tjetër që ka futbollist që zhvillojnë numër shumë të madh të ndeshjeve. Brenda sezonit përmendet që si vjetë ka me komentu shumë, lera ata që lujnë numër ka është madhë të kuremi të ndeshjet mas shumë të zhvillon në Angli, aty nuk diskutohet, sepse kanë 3 kupa, pushim, kur në gjithë Evropën pushohet ata luajnë me 1 janar. Që nuk ndodhë në për ndonjë shtet tjetër. E këtu, po pikërisht një prej arsyeve pse anglezët dështojnë janë këtu ndeshjet e shpeshta që i luajnë. Edhe lojtarët normalisht nuk janë robot.
tek e fundit nuk mundën ata dikur jo lodhën, jo lëndon. Tek kontratat, zakonisht kontratat e lojtarëve nuk është se përfundojnë tralljen, ata e kam fjalën për këta që janë më cilësor. Para kampionate evropiane botërore ato i vazhdojnë, por pazari më i miri padyshim është kampionati evropian dhe botror, ajo dihet. Sepse gjithë skautët e gjitha klubeve që kanë sot buxhet, mjaftueshëm janë prezent nëpër stadiume, edhe i shikojnë ndeshjet. Prandaj edhe është ai shqetësimi i madh i plot futbollistëve anë Evropës këtë rast, që në momentin e parë kur përgjegjësi i tyre nuk e fton, dëshpëron. Emiliot Rashica për mua ka qenë me të vërtetë një prej atyre lojtarëve që është dashur të jetë, duhet të jetë më i dëshpëruari, sepse me të vërtetë tregoi, dëshmoi veten tek Vitesse, u afrua nga Debiazi, por në momentin e fundit nuk u zgjat jetë pjesë e kombëtarës së Shqipërisë. Prandaj ka qenë keq për të. Me shumë me të vërtetë se di. Me shumë elegancë tentove ta kalosh në për këtë temën e presioneve që i bënë selektorit edhe aq, po nuk kemi opcion për post t'i kthehemi Shqipërisë. T'i kthehemi kësaj përbërje që ka Dibiazi edhe të flasim pak, a është kjo përbërja më e mirë e mundshme, çka pritet prej tyre, edhe a është kjo hera fundit që këta lojtarë luajnë bashkë, a do të shkapërdelen në prestacione tjera ata? I vetët kohës, por nuk pa me mehet që edhe Debiazi edhe Duka edhe ndonjë tjetër mendon për shkakun që të marrë dikën nëse nuk e meriton kombëtari. Tani, jo vetëm këtë studie, po kudo vërtitet për sa kohë me shumë të drejtë që bota shqiptare ka shumë talent. Dhe bota shqiptare është në gjendje të ketë dy kombëtarë jashtëzakonisht të fortë. Pa dallim Shqipëri-Kosovë ose Kosovë-Shqipëri, sepse po shihet që një plejat të tërë të futbollistëve kemi që tha edhe Alili, qoftë në për akademi, por qoftë edhe duke luajtur në për liga, ndonë se jo ma cilësoret, por epoka e shqiptare unë mendoj se po vjen, epoka e shqiptare po vjen epoka. Sidomos tani me dy kombëtare, sidomos tani kur presim të dalim edhe në arenën ndërkombëtare, edhe kampioni, edhe nën kampioni, edhe fituesi i kupës, qoftë në Shqipëri, qoftë në, domethënë, bota shqiptare tani shihet tani, do të dalë ajo në skenë, dhe vetëm skena atje të vlerëson. Ndryshe këta gjithë kanë qenë në prapa skenë, o dashtë t'i thuhet dikujna, shikoj është një futbollist i jashtëzakonshëm, vjen nga Vushtria, është talent i madh, ka përfunduar aty për kohë gjatë, sepse ne gjithë i dimë edhe rrethanë se si ka shku, me shumë rrezik që ka shku edhe Rashica në Vitesse. Ka shku të provohet, ka shku i priu fati dhe ngeli aty, por natyrisht është duke u zhvilluar vërtet një protagonist shumë interesant. Tani, çështja e kombëtarës, pse kanë mbetur këta jashtë, por dikush ka qenë dashur të mbetet jashtë. Dikush luan për gjithë kohën, mandena përfundon në rezervë. Po i vjen koha, domethënë kur kontributi i tij megjithatë vlerësohet. Dhe ajo që më shumë ti ndoshta në këtë dhimbje, sepse ka pas dhimbje atje edhe qoftë nga audienca, qoftë sidomos ata që e kanë përjetuar më së keq, sepse kampionati botëror është ëndër e çdo kujt. T'lu një herë të shfaqet atje, t'i dëgjohet emrin e tjera. Por mendoj se gjithë kjo dhimbje sikur po kalohet pak me faktin se Federata e Futbollit Shqiptar i ka ftuar të gjithë ata futbollistë të cilët qoftë që kanë luajtur edhe 1 minutë në kombëtaren e Kuqezi për ta shikuar ndeshjen e parë. Mendoj se kjo është një hipotezë jashtëzakonisht i mirë, sepse i thret që të qëndrojnë bashkë, të bëjnë tifo bashkë dhe fundja të shoqërohen bashkë dhe natyrisht që ta përballojnë edhe këtë, sepse ndryshe nuk më të përballohet kjo. Kjo janë dhimbjet. Por jo vetëm te Shqipëria që ka ndodhur kjo. Ka ndodhur të skuadrat më të mëdha për shembull që nuk janë përfshi, ata që duhen të përfshihen, që kanë qenë meritor, ndoshta kemi një varg kritika shkojnë te Levi për a është kjo skuadra më e mirë, ka qenë dashur merret ky ose ky edhe etj. Domethënë çdo kush më së vështirë është të jetë selektori na e dim që i ka 1001 halle, i ndan me popull dhe gjithë ato të tjerë dhe në fund ai gjithmonë penalizohet, kurse në kluba e merr shumë para dhe nuk penalizohet. Nëse kam të drejtë zoti Arta. Domethënë atëherë më të pagum te klubet se sa te këto. Ta i kanë hallet e vet, ai kanë presionet i kanë. Por se ju rritet edhe këtu në vlera, sigurisht se ju rritet. Tani Debiazi ti rritet vlera. Një herë në vit krejt populli bën selektorë dhe kjo është e sigurt. Do të ishte tani, nëse po flasim për pas euros, çka do të ndodh me kombëtarën Kuqezi. Do të ishte mkat nëse kjo përbërje shpartallohet. Okej. Do të ishte shumë mkat
përgjithsisht do thoya për botën shqiptare, qoftë për Kosovë, qoftë për Shqipëri, nëse ky grup i futbollistëve nuk mbahet deri në përfundim të karrierës, sepse vetëm këta mund të sjellin rezultate shumë të dha reprezentacionit të Shqipërisë ose kombëtarës së Shqipërisë që si ka pas kur. Do mendoj se është dam nëse ky harmonizim prishet tek. Se që ndjeni fardozit diplomacisë në përgjigje takimit, mbase krejt të arsyeshme. Çka është puna me Debiazin? Edhe me krejt kritikat, ajo me ose pa vend po flasim. Për të qartë se selektori gjithmonë ka shumë presion, por mendoj se Debiazi në mënyrë të hapur i ka përdorur 2 standarde në listën përfundimtare. Jashtë listës ka mbetur Milot Rashica për shkak që nuk ka qenë pjesë e kampanjës kualifikuese, ndonë se ka pas një edicion të jashtëzakonshëm me Vitesën dhe jo me kot, po e kërkon Napoli dhe është i gatshëm të paguajë 10 milion euro për të. Po flasim për një lojtar që është i cilësisë vërtet lart futbollit evropian. Ai ka mbetur jashtë listës për shkak që nuk ka qenë pjesë e kampanjës kualifikuese, ndonë se secili reprezentacion pothuajse se ka një futbollist të tillë në përbërje. Secili, edhe Gjermania madje. E ka Weigl të Dortmundit që ka pas edicion të jashtëzakonshëm, me një ndeshje miqësore lëvje ka përfshin 23. E ka Anglia, Jamie Vardin, e ka Marcus Rashfordin, e ka ishte edhe Drinkwater në listën e zgjeruar. Secili reprezentacion e ka nga një lojtar të tillë. Debiazi jashtë Rashicën me atë arsyetim, edhe në skuadër e ftoi Frederik Veselin, lojtar i Luganos, skuadër që është larguar nga Liga Elite e Zvicrës. Që nuk i ka zhvillu as një sekund në kampanjën kualifikuese, është pjesë e 23-shës, pikërisht duke marrë vendin e njeriut që ka shënu gol në takimin përcaktues me Armenin, Berat Gjimshitit. Lojtar që realisht ka qenë Gjimshiti nuk është Frederik Veseli në vend Berat Gjimshitit, e jashtë është për shkak që s'ka luajtur jashtë ka mbetur edhe Milot Rashica, e në këtë listë mbase mund të futej edhe Rej Manaj. Lojtar që te Interi, ndonë se s'ka pas shumë hapësirë, ka treguar që është një prej sulmuesve që do të vijë në futbollin evropian, jo është shqiptar. Edhe ai ka mbetur jashtë për shkak që nuk ka qenë pjesë e kualifikimeve, e nuk ka dhënë kontribut në këtë rrugtim me gjëra të tilla. Kurse Frederik Veseli është në këtë listë, kjo ka qenë vërtet jashtëzakonisht e habitshme për çdo kë, Debiazi e ka mbyll në mënyrën më të thjeshtëpunshme zgjedhjet i bëjon. Ajo është mënyra më e lehtë. Ajo është saktë. Është saktë, po edhe më e lehtë. Çka nëse i del mirë? Po nuk i del mirë, unë po të garantoj që Frederik Veseli mund. Po Frederik Veseli nuk mund të luajë, është lojtar i papërdorshëm këtë nivel. Berat Gjemshiti megjithatë ka qenë i përdorshëm. Milot Rashica ka qenë i përdorshëm. Sigurisht më thash edhe më herët, sigurisht se çdo kush i ka arsyet e vet. Arsye të tjera jashtë sportive, Italianë, përgjithësi trajnerët italianë nuk ju besojnë shumë lojtarëve të ri. po Frederik Veseli nuk ka përvojë Unë po flas e po ta fjalën për Rashicën. Edhe shumë është interesant, nuk për besim të lojtarëve të ri, shumë minutash. trajnerët shumë më shumë i besojnë një sulmues i të ri, siç është Milot Rashica, se sa një mbrojtës i të ri të papërvojë, siç është Frederik Veseli. Mirë, po flas italian, përgjithësi e kanë këtë problem. Si mentalitet. Ata marrin lojtar gjithmonë me përvojë. Po shkojnë në 40 vjeçor në kampionat ata se bojnë të madhe atë punë. Po flasim për krejt këto kritika edhe për këtë fenomenin që një herë në vit ose një herë në 2 vjet sa milion banori ka një vend, qash milion selektori ka. Po është mirë. Mirë është kjo punë, shqyshjo. Tek shqiptarët, Shqipnia u konë mbretni një kohë, dhe ka pas një 1 milion banorë, për cilëve nuk ka qenë mbret veç Ahmet Zogu, po në 1 milion mbreta. Kështu që edhe 2 milion e gjysë selektorë nuk prish punë jo. Me të vërtet unë Debiazin se ku qmu asë njëherë. A i ka dështu në ligën italiane, me Udinesen duket edhe kanë pas përjashtu. Ja kanë morë punë. Si është. Edhe kur s'ku besu që a i ka me bo mrekulli, mos të harojmë se në kualifikime Shqipnia ka pas fat. Ka lujt një lojt mirë me Portugalin, ka fitu, ka lujt një lojt mirë me Francën, që u përmenë për misërëve jashtë këtyne. Lojna tjera mbetet për të dëshiru. Nuk ka kalëzu kur gjatë. Dhe më hanë. është praktikisht një taktizim, loj, thuj se që e përmena në fillim, si Greqia në 2004, dhe me mbrojtje sofistikume, me trupat gjatë, me loj tjeshme. Unë e menoj se Debiazi nuk ka komponu ekip që me ta knosh synin, në një. Në dy, për këto dallaveret jashtë sportive nuk du me fol, tash po flasin disa prej menagjerave të futbolistëve kosovar, po flasin që du ka kompania, ju kanë lyp 100.000 euro me i përfshin kombëtarët, tash ka nis me qel gojnë njerëzit të asi, më nënoj se Shqipnia mas pare duhet me kriju standard. Standard, që ka është futbolli, që ka është kombëtarja, që ka është profesionalizmi, që ka është do më onë
një spektakulare e integrume që në futbolli sot. Nuk është më veç sport, hajde me nga mastupi, por është edhe industri, është edhe marketing, është edhe një farë lloj thjesht pasqyre sa është organizuar një shoqëni. E përmendje Bajram Mareve që konte mund të jetë viktimë, unë mendoj që nëse konte eventualisht mund të jetë viktimë e këtij kampionati, Debiazi mund të korritet, nëse nuk e fiton asnjërin prej 3 lojave të para në grup. Ndërkaq që unë pres megjithatë që të rikonfirmohet si hero Del Bosque i madh. Okej. Të kuqës a vlen, për mos pajtim ajo. Unë nuk pajtohem se do të ishte korritje për Debiazin edhe nëse nuk e fiton asnjërin prej 3 ndeshjeve. Jo, i madh modë se me hub 3 lojë edhe është në gjem s'ka. Megjithatë me këtë grup futbollistëve në atë Jo, nivel. shuploka s'ka më e kërkush. Me këtë grup futbollistëve në atë nivel, nuk është rreth me arrit fitore. Faza e grupeve e përmende në fillim të emisionit është problematike dhe ka taktik shumë. Po ashtu, u përmend nga agimi një poent shumë e rëndësishme, nuk mund ta përfundojmë emisionin pa kalune për këtë temë. Prej 24 ekipeve, vetëm 8 eliminohen në fazën e grupeve. Teknikisht mund është prej vendit 3 me vazhdu edhe... 4 skuadra më të mira në vendit 3. Vazhdojnë tuti. Prandaj e përmendi shumë që edhe me një fitore mund është të kalësh përpara. Edhe kjo e komplikon punën, ta mundëson që prej grupit të fillosh të kalkulosh? Këtu vinë shpeja kalkulimet. Prandaj po thë e cekën që në fillim, që mendimi im ka qenë prej fillimit që kjo është një prej arsyeve që t'jenë më të rezervuara përfaqësuesit në këtë kampionat evropian. Të luajnë pak, domethënë, të luajnë vetëm për rezultat, jo për bukuri futbolli, të mbrohen, të organizohen mirë, sidomos në mes fush, të shënohet një gol, më pas ndoshta ta ruajnë atë e përsi deri në fund të ndeshjes. Prandaj po them që mendimi im është që mund të ketë më pak gola, shpresoj, unë s'kam qef unë po askush, gjithë kemi qef të shohim futboll të bukur e gola e gjitha, spektakël, apo jo. Por unë mendoj që kjo është një arsye pse ndoshta përfaqësuesit do të luajnë pak më të rezervuar në këtë kampionat. Mungesa e Hollandës tënde preferuar është një prej arsyeve. Po tash, nëse prej 24 vazhdojnë 16. Kudo, jo vetëm në Evropian, po edhe në kampionat botëror kemi parë që gjithmonë gjysmëfinalet janë shumë më të bukura se sa finalet. Po, edhe kjo është fenomen që ka ndodhur. Reprezentacioni i Shqipërisë, mundësia e shpartallimit, ideja që ky brez të vazhdoj këtu e tutje deri në pensionim, apo kjo është poenta që du ta bëj Bajram, a është plasmani misioni përmbushur i tyre. Edhe këtu e tutje askush s'ka drejt që prej tyre të kërkoj që të fitojnë ose të kalojnë në rundë 2 ose diçka dhe ma shumë, thjesht nëse plasohesh, e ke kry misionin, shko luj, knaqu, edhe më pas të shihet këtu e tutje cilat janë opsionet. Europiani me 24 reprezentacione botërore me 13. Po. Plasmanin europian realisht është dukshëm më i lehtë. Okej. Sepse për vetë 2 vendeve të para që janë kualifikuar drejt për drejt, edhe pozita e tretë ka luajtur në barazh, po flasim për fazën kualifikuese. Prandaj plasmanin europian mendoj që është maksimumi për grup futbollistëve, për këtë arsye thash edhe te Halili që edhe nëse psohen 3 humbje, nuk do të ishte diçka e jashtëzakonshme, nuk do të ishte diçka që do duhet quaj skandaloze, qoftë për punën e Debiazit, qoftë për kontributin që mund ta japin lojtarët. Me çfarë rezultatesh? Ja soi që thuhet e rëndësishme pjesëmarrja, e rëndësishme fitoria. E rëndësishme është fitoria, por kur nuk mund të arrish fitoren, le të është sa donë e rëndësishme ti s'ki çka më bën atë drejtim. Me çfarë rezultate agimi ka plotësisht drejt, sepse nëse humbet me 3-4-0 vërtet është e tëpshme, është pak edhe e papranueshme, por humbje dinjitoze, siç i quajnë në Shqipëri, humbjet para rreth 15 vitësh, humbësh e të mos korritesh. Mund të jenë pranueshme. Dallimi ndërmjet Zvicrës dhe Shqipëria ka humbur nga Zvicra 2 herë para 3-4 vitesh, kualifikime për Europian, për botëror 2014, por unë mendoj që dallimi ndërmjet 2 reprezentacioneve tashmë është ngushtuar dukshëm. Zvicra më nuk është aq superiore sa ka qenë në shtator vitit 2012 kur arriti fitore 2-0 pa shumë vështirësinë që vjen stop. Zvicra është ekip më cilësor, dhe këtë s'mund ta marrë askush, por nuk është më aq superiore ndaj Shqipërisë. Dhe kjo është diçka e qartë. Prandaj humbja prej Zvicrës mbase edhe mund të jetë e evitueshme, por edhe nëse ndodhen, mendoj që mund të ndodhen me rezultat të ngushtë. Kështu që nuk do të ishte me telashe, me shumë telashe. Nuk do të ishte e çuditshme nëse Shqipëria pson 3 humbje.
Edhe po thu që ky brez duhet të vazhdoj të luaj bashkë këtu e tutje? Është vendim që i përket secilit prej lojtarëve, ajo është diçka që do ta shohim pas Europianit, pas 10 korrikut. Unë personalisht dyshoj që ky brez do të vazhdoj të luajë bashkë këtu e tutje. Ata kanë arritur diçka që nuk mund ta përsërisin të paktën në kualifikimet për kampionatin botëror, sepse kanë një grup jashtëzakonisht të vështirë Shqipëria. Këta disa prej lojtarëve më të rëndësishëm të këtij brezi vinë duke ndjerë edhe peshën e viteve. Është kapiteni Lirik Cana që është një prej lojtarëve më të vjetër, edhe do të jetë shumë e vështirë që ta përsërisin diçka. Kështu që nëse duhet të largohesh dhe ta përfundosh një mision, mbase mënyra më e mirë për ta përfunduar atë mision është duke qenë në kulmin e suksesit, pavarësisht që në Francë mund të mos marrin fitore, vetë kualifikimi këtu është kulmi i suksesit për këtë brez futbollistëve me reprezentacionin e Shqipërisë. Prandaj nëse ata mendojnë që ta përfundojnë, do të ishte mbase një prej mënyrave më të mira për ta bërë një gjë të tillë. Kështu, nuk do të jetë gjitha që lehtë, edhe nuk do të jenë, sipas disa informacioneve, që secili prej futbollistëve të ketë duart e lira dhe të shkojë kudo që dëshiron të shkojë. FIFA ka nisur thur strategjinë e vet. Dhe vendimi ende nuk është marrë se si do të veprohet këtë rast me Kosovën. Se kush do të shkoj dhe kush do të mbetet. Kush mund të bëhet antare, kush nuk mund, pa më parasysh se e ka në rregullore lëvizjen e lirshme të futbollistëve të tjera. Tani se si do të veproj? Do të veproj që një pjesë të futbollistëve mund të marrë një pjesë jo, nuk e dim se si, por se këtë çështje me patë drejtë e ngriti bota shqiptare dhe alarmoi FIFA-n, kjo qëndron. Edhe kush është fajtor për atë punë? Unë mendoj se këtu fajtor mas shumë gjërë mediat. Se mediat, në momentin kur u pranu Kosova në UEFA, filluan të gjuajnë futbollistët që të deklarohen se do të luan për Kosovë apo ku do të shkojnë. Dhe më thonë, këtu ka sherre. Dhe unë mendoj se FIFA të gjitha këto është duke i studiuar me lehtësi, me butësi, madje FIFA ka formuar edhe komision të veçantë për çështjen e futbollistëve të Kosovës. Dhe kjo i komplikon skajshmërisht gjërat. FIBA do të merret rast për rast me secilin prej lojtarëve të cilin do t'ja dërgojmë në zyre ligjore për shqyrtim. Nëse FIFA ka komision, puna e marrë edhe atij komisioni dhe Federatës Futbollit Kosovës derisa të mbledhin letrat për secilin prej këtyre lojtarëve, që është temë me cilën me shumë qef do të merrem, po s'paku pas një muaj me që muaj që fillon, pra po flasim 10 qershor, 10 korrik është një periudhë kur futbolli do të dominoj. Unë Alili do të vazhdojnë të bëjmë emisione edhe pak për politikë edhe tema tjera aktuale, mbase nga njerë edhe në termin të ndeshjeve të Euro, si do qoftë. Fillon një ngjarje e madhe, cilën shpresojmë që me disa fakte që i prezantoi Halili edhe ne të tjerët, ua kemi bërë më interesant edhe do të kemi të shkatshojmë me pamjen e David Guetta është në hapje prej aty e tutje për gjithë ata që në Shkupe kanë huqe, kanë rastin që nesër në TV të shohin prezentimin e ti. Duke falendruar Agim Binakun, Bajram Shalën, Artur Shalën dhe Halilin, këtu është lajmëre klikun për këtë javë, nesër fillon Euro, javën e ardhshme shihemi prapë, mirupafshim.